Përshëndetje. Atëherë, sot Këshilli i Ministrave miratoi një akt shumë të rëndësishëm në lidhje me përcaktimin e rregullave dhe kritereve për dhënien e shpërblimit për punonjësit e policisë, sikurse edhe ju jeni ndjeni, në gusht të vitit 2024, ligji i ri i policisë shtetit miratoi të gjitha veprimtarinë, rregullimin, organizimin, planifikimin si dhe dhënien e shpërblimeve të policisë shtetit. Në këtë mënyrë, ne jemi në një risi dhe në një dhënie të vazhdueshme të ndihmës për policinë e shtetit. Shumë shpejt të gjithë aktiviteti i organizimit dhe dhënies së këtyre shpërblimeve do të unifikohet. Qeveria është dhe përcakton shumë shprehimisht vullnetin e saj për misionin e rëndësishëm që ka policia e shtetit në politikën e saj të vazhdueshme. Roli i policisë është një rol shumë kyç dhe motivimi i forcave të policisë do të jetë gjithmonë në prioritetin dhe objektivat e qeverisë shqiptare. Faleminderit. Përshëndetje. Sot kemi dy lajme të mira për ish-pronarët në fakt. Sapo kaluam në mbledhjen e Këshillit të Ministrave një ndryshim në ligjin 133 vitit 2015 për përfundimin e proceseve të pronës dhe kompensimin e ish-pronarëve. Janë dy ndryshime që kanë të bëjnë me shtyrjen e afatit për shqyrtimin, vlerësimin dhe kompensimin e pronave të ish-pronarëve. Siç jeni ndjeni, sa i takon shqyrtimit dhe vlerësimit të dosjeve të patrajtuara në Agjencinë e Trajtimit Pronave, afati sipas ligjit mbaronte në dhjetor të vitit 2024, por ne kemi vendosur që të ndryshojmë ligjin numër 133 vitit 2015, duke e quar afatin për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të patrajtuara të ish-pronarëve deri në dhjetor të vitit 2027. Ndërsa afati i kompensimit në vlerë të ish-pronarëve do të shtyhet deri në dhjetor të vitit 2028. Janë dy ndryshime shumë të rëndësishme, sepse e para i jep mundësinë Agjencisë Trajtimit Pronave të shprehet për shqyrtimin dhe vlerësimin e rreth 7110 dosjeve të patrajtuara të ish-pronarëve, ndërkohë deri në fund të vitit 2028 i jep mundësinë që një numër i konsiderueshëm i ish-pronarëve të kompensohen dhe në vlerë financiare. Dhe siç jeni ndjeni nga akti i miratimit të buxhetit për vitin 2025, në afat mesëm ne kemi parashikuar rreth 3 miliard lekë në vitin 2025 për kompensimin e ish-pronarëve, 2026-2027 5.3 miliard lekë dhe për vitin 2028, që është edhe viti i fundit i kompensimit në vlerë të ish-pronarëve, masa e kompensimit do të jetë rreth 7.63 miliard lekë. Pra është një lajm i mirë për ish-pronarët. Po ashtu, sot në Këshillin e Ministrave kemi kaluar dhe një vendim të Këshillit të Ministrave që ka të bëjë për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimet e palegalizuara. Dhe dua t'i citoj kush janë drejtoritë e legalizimeve që kanë akses në këtë projekt vendim dhe që ka të bëjë kryesisht me kompensimin e ish-pronarëve për pasuritë e zona me legalizime në këto drejtori. Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tirana Veri, Tirana Jug, Tirana Rurale 1, Tirana Rurale 2, Lezhë, Kamëzvor, Durrës, Elbasan, Pogradec, Sarand, Gjirokastër, Kavaj, Shkodër, zonat e stimuluara, Kuçova, Korça, Kuksi, Kruja, Vlora dhe Fieri. Pra, sot kemi kaluar këtë vendim të Këshillit të Ministrave për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronat e cilëve janë zonë nga ndërtimet pa leje. Është një vlerë rreth 10 milion euro dhe që kompenson një sipërfaqe prone rreth 90.000 m2. Pra, ato ish-pronar, pronat e cilëve janë zonë nga ndërtimet informale, do të marrin kompensimin në vlerë në masën 10 milion euro në total për gjithë këto ish-pronar në këto bashki që përmenda dhe që kompenson rreth 90.000 m2 tokë. Këto sot kaluam në Këshillin e Ministrave dhe besoj që është një premtim i mbajtur i kësaj qeverie. Ne vazhdojmë
ne vazhdojmë të trajtojmë dhe të marrim konsiderat shqyrtimin, verifikimin dhe kompensimin në vlerë të pronave të ishpronarve. Shumë faleminderit. Mirdita. Ndërkohë që bonusin e fund vitit për pensionistët e kanë marrë deri më tani plot 597.578 pensionistë, ishte bonusi më i lartë i dhënë ndonjëherë nga qeveria shqiptare. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj që në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave miratuam edhe bonusin e pranverës për të gjithë 730.430 pensionistët e tjerë, pra të gjithë pensionistët e Republikës Shqipërisë. Ky bonus i ri i pranverës do të shpërndahet në këtë mas, pra 10.000 lek për gjithë pensionistët që përfitojnë një pension bazë mujor pa përfshirë kompensimet, më të ulët se 20.000 lek në muaj dhe i bie që këtë bonus ta përfitojnë 520.443 pensionistë. Ndërkohë që bonusin prej 5.000 lekësh do të përfitojnë 209.987 pensionistë që përfitojnë një pension pleqërie më të lartë se 20.000 lek në muaj. Është një tjetër rikonfirmim i angazhimit ton që të bëjnë mundur që hapësirat financiare të krijuara nga rritja ekonomike, në këtë rast e vitit 2024, nga buxheti i vitit 2024, të mund ta shpërndajmë tek të gjithë, pra të kapim dhe shtresa siç janë kategoritë e pensionistëve, të cilët kanë një të ardhur mujore të ulët dhe që vjen nga një tranzicion politik dhe nga një situatë e përcaktuar, nga një skem pensionesh e cila në vite nuk ka arritur dot që t'i jap pensionet e mjaftueshme një pjesë të mirë të pensionistëve. Po ta fillojmë. Se kam një zërë. Ndërkohë jam i lumtur që jam këtu bashkë me Arbin, Ministrin e Pushtetit Vendor, ku Meki bashkë me Ministrinë e Pushtetit Vendor bashkë propozuan dhe miratuan sot në qeveri projekt ligjin që ne e quajmë paketa e maleve, që mua do të pëlqente ta quaja që është një nisëm për ekonominë e maleve, që është një projekt ligj i cili nxit, i cili sjell një qasje alternative për të rritur mundësitë, për të lehtësuar procedurat, për të ofruar lehtësi fiskale dhe për të ndihmuar që ekonominë malore, e cila në vitet e fundit ka ngelur mbrapa ekonomisë së zonave urbane dhe zonave bregdetare, të mund ta nxisim, të mund ta fuqizojmë, të mund ta shohim me përparësi, duke shkuar më thellë në zonat rurale, në zonat që kanë qenë larg mundësive, por që kanë një potencial shumë të lartë për zhvillimin ekonomik, madje kanë një potencial i cili ofron një zhvillim i cili do të kapte një numër shumë më të madh muajsh gjatë vitit, pa do ishte një sezon shumë i gjatë gjatë vitit dhe do ndihmonte komunitetet të cilat janë pranë në këto zona, gjithashtu do të lehtësonim, do të ftonim dhe do të nxisnim që të kishim edhe diasporën, që të kishim kthimin e shumë prej shqiptarëve, pra bashkëkombësve tan, por edhe pse jo partneritetet ndryshme të tyre me investitorë të mundshëm për të kthyer në tokat e të parëve, për të kthyer edhe nga jashtë vendit, pra edhe nga larg vendit ku ata mund të jenë sot në emigracion, dhe për të zhvilluar zona, për të zhvilluar projekte, në të cilat pastaj ne së bashku me Ministrinë e Pushtetit Vendor, bazuar në një procedurë e cila ofrohet në një praktik shumë më të lehtësuar dhe shumë më të thjeshtuar, do të bënim të mundur që t'i ndihmonim, pra që të kishim një ecuri shumë të shpejtë të miratimit dhe të zbatimit të këtyre investimeve, propozimeve për investime në zona që ne do t'i shpallim së bashku me iniciativën e Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe me propozimin e bashkive, me zona me përparësi dhe pra në një nevojë të prioritare për një zhvillim ekonomik të mbështetur nga këto lehtësi dhe nga këto mekanizma që ne dhe instrumente që ne propozojmë me këtë projekt ligj. Faleminderit Blendi, siç do u tha, malet kanë qenë dhe mbeten një ndër burimet shumë të mëdha
të mjedisit të teritorit të Shqipërisë dhe janë gjithashtu një burim i nënpërdorur, që është e vërteta, për zhvillimin e vendit. Ndaj dhe kjo paketë krijon një sinergji të re midis qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor për t'i vënë në funksion të plot të zhvillimit të vendit me fokus kryesor të zhvillimit turistik gjithë malet. Ajo krijon mekanizmat që bashkit kanë mundësi të propozojnë zona të cilat marrin statusin e zonave të posaçme për zhvillimin malor. Dhe këto zona më pas fitojnë nëpërmjet ligjit një seri përparësish zhvillimore që kanë bëjnë fillojnë nga lehtësirat fiskale për ato persona të cilat investojnë në këto zona, zgjidhin gjithashtu një seri problemesh të cilat kanë bëjnë me pronësinë në këto territore dhe facilitojnë ose thjeshtojnë procedurat e marrjes së lejeve për këto lloj investimesh. Pra, zgjidhim 3 probleme sistematike: zonimin, një paket mbështetjes ose incentivas fiskale dhe streti lehtë e zhvillimit për këto zona, duke dhënë mundësinë që një grup qytetarësh, investitorësh, po dhe diaspora shumë e rëndësishme të shohë mundësinë dhe të orientojë zhvillimin drejt maleve, duke bashkërenduar punën e qeverisë, bashkive dhe individëve që duan të investojnë në këtë zonë. Ndaj dhe kjo do të jetë një paketë e cila do japi shumë zhvillim të gjithë maleve në vitin e vijim. Faleminderit.